Nga Saranda, lideri i opozitës Lulzim Basha ka përçuar një mesazh për votuesit e majtë, jo vetëm për mbështetësit e Partisë Demokratike. Basha u ka bërë thirrje të majtëve që në 21 qershor kur të votojnë, të kenë parasysh të gjitha premtimet e pambajtura të kësaj shumice, e të reagojnë kundër tentativave për ta vendosur Sarandën nën pushtetin e një njeriu të vetëm si deputeti socialist Koço Kogdima. Unë e di që në Sarandë ka shumë votues të majtë të 23 qershorit. Unë e di që ata janë po kaq të zhgënjur për mos mbajtjen e premtimeve, për vendet e punës që nuk erdhen e nuk erdhen kurrë, për poshtrimin që i bëhet ditë për ditë nga arroganca e këtij pushteti, që i ka shndruar zyrat e punësimit në motele për qeveritarët, i ka shndruar në zyra rishfeti. E janë t'i japim një mesazh të qartë të prerë oligarkisë, që Saranda nuk ka dalë në shitje, që Sarandën nuk e blen, as nuk e shet dot Koço Kogdima dhe klientela e tij. Ekonomia dhe dështimet e qeverisë në këtë sektor kanë qenë në qendër të fjalimeve të liderit të opozitës gjatë takimeve me banorët e Sarandës. Nuk flasin dhe nuk japin përgjigje për premtimet që dhanë 2 vite më parë. Sa të linja apo të reja nga Saranda ja punësuar këto 2 vite? Kush paguan sot më pak energji se para 2 vitesh? Kush paguan sot më pak taksa? Kush fiton sot më shumë? Kush jeton sot më mirë? Kush ka ju i merr ilaçet falas në Sarandë? Kush ka ju kurohet falas? Ndërkohë që gjatë takimeve që ka zhvilluar në Kardish, Lunxhëri, Delvin e Finiq, Basha, ndërsa ka dëgjuar problemet me të cilat përballen këta banor, ka akuzuar mazhorancën për paaftësi për të qeverisur. E vetja që lulëzon në Shqipërinë e Edi Ramës dhe Ilir Metës është propaganda. Propaganda e lugës boshe. Edi Rama dhe Ilir Meta flasin për çdo gjë, përveç papunësisë, përveç varfrisë, përveç pamundësisë për të mbyllur muajin. Por ju thonë, ne nuk duhet flasim për ulje taksash, e nuk duhet flasim për ulje çmimesh. Për këto problematika, kryetari i PD-s bisedoi edhe në nepravisht të bashkisë së Libohovës, takim që shënoi fundin e turit në jug të liderit të opozitës.